Edhe pse Partia Socialdemokrate e Tom Doshit ka mohuar lajmet për përfshirje në veprimtari të paligjshme të disa anëtarëve të shtabeve elektorale të kësaj partie në veri të vendit, e vërteta qëndron ndryshe. Mësohet se me urdhër të gjyqtarit Erion Bani, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ushtruar kontrolle në biznesin dhe makinën tip Benz Mercedes të kreut të PSD-s në Malësi të Madhe Ardian Hysa për blerje votash. Gjithashtu kontroll personal dhe banese i është ushtruar edhe një qytetari nga Kopliku, Florenc Kalaj, i cili dyshohet se i ka kërkuar favor Ardian Hysës në këmbim të votave të tij dhe familjarëve të tij. Në dosje evidentohet se nga referimi që është bërë në SPAK nga oficerët e policisë gjyqësore të Shkodrës, i dhe ndyshime se kryetari aktual i PSD-s Malësi të Madhe Ardian Hysa, 46 vjeç nga Kopliku, është angazhuar në fushat zgjedhore për PSD-n e Tom Doshit, duke ofruar para për zgjedhës të ndryshëm kryesisht në zonën e Malësisë së Madhe. Shumat monetare sipas SPAK-u dyshohet se merren nga përfaqësues të tjerë të kësaj partie politike, të cilët punojnë në qarkun e Shkodrës. SPAK ka marrë në pyetje oficerët e policisë gjyqësore, të cilët kanë referuar materialin hetimor, Besmir Çardaku dhe Smira Kurtaj, të cilët kanë thënë se informacionin e kanë marrë nga 3 burime të ndryshme policore për përfshirjen e kreut PSD-s në Malësi të Madhe në blerje votash. Policia ka zbardhur një komunikim të Ardian Hysës me qytetarin Florenc Tonin Kalaj, i cili i kërkon favore në këmbim të votave edhe të njerëzve të tij. Pas disa minutash, shtetasit Florenc Tonin Kalaj dhe Ardian Hysa komunikojnë përsëri dhe shprehen se do të komunikojnë nëpërmjet platformës WhatsApp. Një tjetër komunikim i datës 5 maj 2025, kryetari i PSD-s Malësi të Madhe merr një mesazh nga një tjetër person që i shkruan: "Pra një person që ka mbledhur kartat e qytetarëve për të votuar." SPAK thot se nga përmbajtja e këtyre komunikimeve krijohet bindja se Ardian Hysa, në bashkëpunim me shtetas të tjerë ende të pa identifikuar, janë të përfshirë jo vetëm në blerje votash, por edhe në marrje kartash të qytetarëve të ndryshëm me qëllim që këta të fundit të mos marrin pjesë në votimet e 11 majit. Për të gjitha këto dyshime, SPAK kërkoi në gjykatën e posaçme kontrollin e Ardian Hysës dhe Florenc Kalajt.